Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari njoftoi sot se gjendja e pacientëve është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Sipas tij, për kurim në klinikat e vendit janë 72 pacientë, ndërsa jashtë vendit 101. Taravari gjithashtu tha se 3 pacientë janë lëshuar në shtëpi dhe 3 të tjerë pritet të lëshohen gjatë ditës së nesërme. Ju njoftoi se është dita e 4 pas ngjarjes tragjike. Të gjithë pacientët janë në gjendje stabile dhe të mirë. Shumica prej tyre po përmirësohen. Nga 20 pacientë në gjendje kritike, tani mund të themi se vetëm 10 prej tyre janë në gjendje të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Jashtë shtetit janë 101 pacientë, ndërsa në klinikat e vendit po kurohen 72 pacientë. 3 pacientë janë lëshuar në shtëpi. Për nesër planifikohen edhe 3 të tjerë të lëshohen në shtëpi, deklaroi Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë publikuar emrat e 59 viktimave nga zjarri tragjik në diskotekën Puls në Koçan. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se këtë po e bëjnë për të evituar spekulimet e ndryshme. 6 të mitur në mesin e viktimave në Koçan, Prokuroria Publike publikon moshat e viktimave. Prokuroria e Maqedonisë së Veriut ka dorëzuar para mediave listën zyrtare të moshave të viktimave nga tragjedia në Koçan. Ky informacion vjen pas një sër spekulimesh publike për numrin e saktë të viktimave. 59 persona humbën jetën nga zjarri në diskotekën Puls. Një ditë më vonë ka vdekur edhe një shofer i ambulancës nga Koçani, i cili kishte udhëtuar disa herë në linjën Koçan-Shkup në përpjekje për të shpëtuar jetë.